Monografia e shkruar për artistin e shquar të popullit shqiptar Ilia Shryti e autorit Kristaq Papa paraqitet një jetë e jetuar në kushtet më të vështira për të krijuar providencën e shpirtit të tij, artin. Ilia Shryti është një nga figurat më të shquara të artit shqiptar. Le të themi që është një artist i kompletuar, jo vetëm në artin filmik, teatrit, por edhe në pikturë, ka spikatur në vende ndryshme. Se zgjodhet pikërisht figurën e tij për të shkruar. Po, e thatë shumë bukur, Ilia Shryti është një artist i kompletuar, nuk është thjesht një artist i teatrit, po është një artist i teatrit, është një artist i kinematografisë, është një piktor, është gjyshi prallave për disa vjet, është në fonotekën e Radio Tiranës gjendet mbi 1000 ca pralla të incizuara. Pra është vërtet një artist i kompletuar. Dhe ka një jetë shumë të pasur, t'i jep dorë vetë për të shkruar. Ka një arkiv shumë të pasur, ka qenë një njeri shumë rigoroz në jetë, në shumë aspekte, megjithëse ka bërë një jetë të dhimbshme. Po unë nuk kam dashur të më shoj kësaj anës si thua njerëzore, dhimbjes njerëzore, sepse kam përshtypjen që ndonjëherë dhe abuzohet me këtë. Njeriu duhet jetë i fortë dhe pikërisht talenti njeriu duket kur është një gjë e vështirë, kur kalon peripeci. Pjesa që ju pëlqen më shumë që keni shkruar në libër, përveç dramës që ai ka përjetuar, a ka diçka të arreshme, të gëzueshme në jetën e tij? Do të përmendja një pjesë që nuk kam arritur ta shkruaj. Doja të shkruaja më shumë për pasurinë e madhe dhe punën që ka bërë me Radio Tiranën dhe me televizionin shtetëror. Domethënë, janë vite të tëra punë. Unë e kam parë se si ka punuar. Domethënë, unë e kam parë ta zej gjumi gjysmore shplodhe, ka pas një jetë shumë intensive. Ki parasysh që brenda ditës duhet shkonte në kinostudio për të bërë dublime, duhet vinte në televizion për të bërë filmime, duhet vinte në teatr për prova dhe duhet vinte në teatr çdo natë pothuajse për prova. Stili është përdorur shkrimi? Është më shumë një ese emocionale. Këta janë njerëz që nuk flasim këtu për njerëz, po them që duhet të kenë një shkrim të detajuar. Këta janë njerëz të zakonshëm, po që në këtë zakonshmërinë e tyre ata prapë kanë bërë një gjë të bukur, një gjë të madhe. Letërsia në totalitarizëm dhe dosieri K i autorit Shaban Sinani vjen në formën e studimit monografik. 2 dekada diskutime e kanë zhvlerësuar thelbin e vërtet kritik të problemit të përballjes së veprës së Kadares me parimet dhe metodat krijuese të realizmit socialist. Kanë kaluar 4 dekada nga koha kur koncerti analizohej në këtë mënyrë prej specialistëve për letërsinë të Ish Institutit të Studimeve Marksiste-Leniniste. Për një vepër si koncerti që kishte marrë në bashkëkohësi një substancë të përmbajtjes ndaj të cilës kritika zyrtare ishte mjaft e ndjeshme, ishte e pritshme të diskutohej për besueshmërinë në raport me realitetin e kohës. Kontekstit specifik nga i cili shkëputen fragmentet që dënohen për mungesë të ngjashmërisë me të vërtetën, i atribuohen kështu cilësi të mendimit të zakonshëm linear politiko-ideologjik, duke të huajtësuar atë nga procesi i natyrshëm i zhvillimit tekniko-formal të gjuhës në stil. Kjo si teorike as pak naive ku filtroi teksti i Kadares gjatë diktaturës të jep idenë për masës normale të situatës ku mundohej të gjallonte letërsia normale, siç e konsideron sot shkrimtari krijimin e asaj epoke. Duke zhvendosur rrafshin e analizimit të epokës nga ai shkencor në atë metafizik të hipostazës së realizmit socialist, të teksteve për partinë, leximet apo parafrazimet kritike të teknikave me të vërtet letrare, nuk marrin parasysh pikërisht faktin se mjeti i realizimit të këtij qëllimi ideologjik është semantik dhe si i tillë duhet analizuar.
Romani Delhia i autorit Philip Roth flet për ngjarjet e një shkrimtari i cili ka vendosur të jetojë larg botës sociale. Zuckermani ka ekzistuar vetëm si shkrimtar, pa zëra, pa media, pa ndonjë detyrim tjetër veç punës së tij dhe peshës së ditëve të pleqërisë. Duke u endur rrugëve si lugat, ai krijon shpejt 3 lidhje që e shkatërrojnë vetminë e tij të mbrojtur me aq kujdes. Njëra është me një çift të ri, me të cilët në një çast nxitimi vendos të ndërrojë shtëpinë. Lidhja e dytë është një personazh nga rinia e Zuckermanit, Emi Beleti, si shoqe dhe muzë heroi të parë letrar të Zuckermanit, Lonov. Dikur e parezistueshme, Emi tani është plakur e tretur nga sëmundja, e cila ruan kujtimin e atij shkrimtarit të madh e të ngrysur amerikan, që i rrëfeu Natanit udhën vetmintare drejt profesionit të shkrimtarit. Lidhja e tretë është me biografin aspirant të Lonovit, një djalë i ri, një çmtues i lajmit të bujshëm letrar, i cili është i gatshëm të bëjë dhe të thotë gati gjithçka për të mbërritur tek sekreti i madh i Lonovit. Revista letrare Alef është themeluar në vitin 1996. Rreth saj janë afruar mbi 100 shkrimtar, poet, përkthyes, piktor, fotograf e kritik të rinj, duke e shndërruar këtë revistë në një faqe të gjerë arti në kulturën shqipe, brenda dhe jashtë kufive të saj. Në të gjithë numrat e saj janë botuar afro 400 shqiptare të huaj, duke e shndërruar këtë revistë në një babel kulturash nga më të ndryshmet dhe ku ri krahas edhe kultura jone spikatur. Romani Hipnotizuesi është një thriller i autorit Lars Kepler. Erik Maria Bark ishte hipnotizuesi më i famshëm në Suedi, por më pas gjithçka shkoi tmerrsisht keq dhe jeta e tij qëndronte një hap larg umnerës. Premtoi publikisht të mos e praktikonte hipnozën dhe për 10 vjet e mbajti këtë premtim. Hipnotisti është titulli italian në fakt, hipnotisti, por që vjen në shqip me titullin hipnotizuesi, nga autori Lars Christensen. Në fakt flas pak me rezerva për autorin, sepse nuk është një autor. Lars Christensen është pseudonimi i 2 bashkëshortëve, të cilët kanë nxjerrë një libër mjaft interesant, i cili u botua në Suedi në 2009. Dhe pati, pra, që një nga librat që u bë çuditërisht shumë shpejt, pra aq sa spritej, një nga librat bestseller me 100.000 kopje të shitura brenda 2 muajve. Dhe pikërisht këtë verë të 2011-s, ky libër vjen për gjithë lexuesit shqiptar nga shtëpia jon botuese, i përkthyer me mjaft mjeshtëri, një libër interesant, i histori e veçantë që rrallë herë jemi mësuar ta lexojmë nëpër romane, më tepër lexuesi do të gjejë një subjekt filmash ku ndërthuret thrilleri, krimi, ndjekja, drejtësia dhe pastaj zhytja në përskutat më të errta të ndërgjegjes përmes hipnozës, sikundërse quhet edhe vet libri Hipnotizuesi.